aksidente trafiku, ndërsa 10 të tjerë kanë mbetur të lënduar. Një nga rastet më tragjike të javës ndodhi në Maqedoninë e Veriut, ku 3 shtetas të Kosovës humbën jetën në një aksident të rënd rrugor, ndërsa pak ditë më vonë, një tjetër aksident me pasoja fatale u regjistrua në Istog, ku humbën jetën 2 persona. Seria aksidenteve vazhdoi edhe në pjesë të tjera të vendit. Në afërsi të Komoranit, një person humbi jetën në një vet aksident, ndërsa në fshatin Shirok të Suarekës, një 52 vjeçar vdiq si pasojë një vet aksidenti, ndërkohë në Mitrovic një grua nuk arriti të mbijetoj plagëve të marra në një aksident të rëndë dhe ndroi jetë disa ditë pas ngjarjes. Bilanci u rëndua edhe më tej të shtunën. Në studime të vushtrisë një grua humbi jetën, ndërsa disa persona të tjerë mbetën të lënduar pas një aksidenti mes automjeteve. Po gjatë ditës u konfirmua dhe vdekja një 19 vjeçari, i cili nuk u mbijetoi lëndimeve të marra në një vet aksident me motociklet. E nga ekspertë të komunikacionit, këto shifra kanë një përgjigje. Është e vërtetë se çdo herë muajt e verës në Kosovë, po dhe në qytetet brenda Kosovës, është një fluks më i madh i automjeteve, i pjesëmarrësve në trafikun rrugor, mirë po një gjendje e tillë nuk mund të tolerohet absolutisht dhe unë mendoj si një si këtyre çështjeve që për vite të tëra trajtojmë këto probleme të sigurisë rrugore, nuk e kemi luksin më që të mos e vendosim në plan të parë, në prioritet, në agjendën e qeverisë. Sipas të dhënave dhe vlerësimeve të policisë së Kosovës, shkaqet më të shpeshta të aksidenteve me pasoja të rënda vazhdojnë të jenë shpejtësia pa përshtatshme, mos respektimi i rregullave të komunikacionit, ndërsa bëhet thirrje për kujdes. Policia, për të parandaluar aksidentet në trafik, në vazhdimsi analizon të dhënat rreth sigurisë në trafik, harton plane operative, bën fushata dhe si mas parandaluese, ndëshkuese gjobit shkelësit në trafik. Po ashtu, në vazhdimsi apelojmë tek pjesëmarrësit në trafik, në veçanti ndaj ngasësve të automjeteve, që të respektojnë rregullat në trafik dhe të përqendrohen në ngasit të automjetit. 10 viktima në vetëm një javë janë një kujtesë se siguria në rrugë nuk varet vetëm nga infrastruktura,